koncesion ose i tender, edhe një tender kur jepet apo i koncesion, kompania që do të hyjë për koncesion do të ketë do të përmbushë kushtet për të marrë koncesionin apo tenderin, kështu që në këtë koncept këta e kanë marrë tenderin nëpërmjet kompanisë turke. Po. Me përfundimin e punimeve, se këtu ka mbaruar, këtu ka nisur konflikti, me përfundimin e hetimeve, po, kompania turke, e cila ka shërbyer vetëm për këtë pjesë, ka dalë nga aksionet. Po, nga ortakëria. Ortakëria. Zoti Pacolli vazhdon të ishte me 58% dhe zoti Valon Ademi me 2%. Tani, me sa di unë ose informacionet e janë që zoti Valon Ademi është bërë dhe 47% aksioner për shkak të shitjes së aksioneve nga kompania turke. Po, që do të ishte diku te nuk 47 besoj se i ka marrë nga kompania turke sepse zoti Ademi pretendon se këta Pacolli me Ademin kanë rënë dakord që me nisjen e punimeve ky zotëria të mbaj borxhin bankar që është marrë një bank niveli 2, Banka Kombëtare Tregtare konkretisht. BKT-ja, pra, 6 milionë euro. Që kryesisht kanë dhe atë është turke si bank, po. Që kanë lidhen, 60.000, një shifër për 60 milionë euro dhe sipas dhe detyrimin, zoti Ademi pretendon se detyrimin për shlyerjen e kapitalit të bankës, pra që ka marrë që është marrë hua, e ka bërë zoti Ademi me nisjen dhe mbarimin e punimeve. Kështu që prandaj zoti Ademi pretendon, paktën ky kështu thuhet në konflikt, derisa të hapen kontratat, se s'po din tani, dikush pretendon. Po, s'është bërë publike akoma realisht kontrata dhe si janë shtyr detyrimet në qendrën kombëtare të biznesit, kush figuron realisht pronari kotave. Nuk është bërë ajo, pra, po ka dy momente. Një moment është kur këta të dy e bën bashkarisht dhe e publikojnë të qendra QKB-ja, pra Qendra Kombëtare e Biznesit, dhe momenti i parë është kur këta të dy e bën kontratë notariale ku ndahen kuotat. Te kontrata e parë, që është notariale ku pretendohet, pra pa kaluar në QKB, zoti Ademi pretendon se kanë rënë dakord për këtë pjesë. Dhe zoti Ademi do të tregoj kontratën që kanë rënë dakord për kuotat që kanë kaluar ti për shkak të mbarvajtjes së punimeve që ka bërë në aeroport dhe shlyerjen e parave të bankës që është marrua. Kështu që në këtë koncept, zoti Ademi pa parë kontratën, ne nuk e faktojmë dot që ka apo s'ka të drejtë apo cila par ka të drejtë. Ama marrëdhënie kontraktuale që kanë midis njëri tjetrit, që janë marrëdhënie biznesi, zoti Pacolli tani pretendon mos ta njohë fare kontratën e zotit Ademi. Pra atë që e quan nul dhe thot që unë jam 98% aksioner i aeroportit Vlorës, dhe këtu ka nisur konflikti. Po, këtu është momenti i mosmarrëveshjes. Po pra, këtu është momenti. Po tani kjo do të sqarohet, sepse këta nuk kanë bërë dyja grup kërkojnë që të njihet si aksioner ose si ortak në 47% të aksioneve. Po. Jo, 47 i ka nga, po, 47. Po pra, e kërkon njën e 47% të aksioneve si pronare e aeroportit Vlorës, pra kompania 2 e zotit Valon Ademi. Nese, ideja është që zoti Pacolli dhe zoti Ademi janë një konflikt në sensin kontraktual që këtë e sqaron shumë mirë kontrata që kanë pas ata. Ky është problemi duke. Po pa, duke pra. Sepse në problemin pastaj mas lidhjes konfliktit, zoti Ademi pretendon se zoti Pacolli përmes ka arritur që përmes, si thua, një parave ose financimi që ka marrë për shkak të lidhjeve me para ruse ose po, saktë. Pretendon që ky zotëri, me fjalë, Pacolli ta godasin për ta hequr nga kjo ortakëri. Kërkon ta godasin duke ja qytur nul kontratën zotit Ademi. Zoti Ademi kërkon të godasi Pacollin për shkak të rëndësisë kombëtare që ka një aeroport, kërkon ta godas duke treguar se financimi që ka ardhur për aeroportin rrezikon sigurinë kombëtare për shkak se parat që janë marrë janë para ruse. Ky është paradoksi total, që është edhe konflikti real në mashtë më të madh. Jo, ky s'është konflikti real, ky është konflikti që e kanë hedhë me gjelista. Konflikti real është tjetër gjë. Konflikti real të nga pikpamja strategjisë, jo nga pikpamja interesit. Po, kështu që kjo është procedura, jo materia. Po, fiks. Unë besoj se kjo gjë sqarohet fare mirë me kontratën që kanë notariale përpara notarit, se si kanë rënë dakord pagjat, për shkak se edhe investimi. Ka edhe një gjë tjetër. Kur Pacolli shkon në Ramës, ka edhe një gjë tjetër. Shteti mund të ndërhyjë në rastin kur nuk zgjidhet konflikti midis tyre dyve. Ky është një vepër publike e cila nuk mund të bllokohet.
pra po flasim për 60 milion euro, për injekci publike të aeroportit Vlorës, i cili pritet, me fjalë duhet mbaronte shumë shpejt, shteti mund të ndërhyjë, duke qytur njërës apo tjetër palë investime dhe shteti hyj aksioner. Më kupton? E zgjidh ndryshe konfliktin. Pra thot sa ke harxuar ti, të njëjtë huaja, do ta shlyej brenda 10 viteve shumën e caktuar dhe pavarësisht se këta të tjerë tani nuk është, besoj se kjo mund zgjidhet nga shteti, por të dy personat që janë në konflikt me njëri tjetrin, besoj se kanë një konflikti nuk bëhet kush marrë aeroportin. Konflikti bëhet me mbas ndërtimit të aeroportit, pretendohet se kush janë fitimet. Sakt. Që Andre, unë mendoj. Pra nuk është problemi për të marrë lekët që ke hedh, problemi është për lekët që ke hedh të fitosh diçka, se kështu është marrëdhënie biznesi, nuk është marrëdhënie. Është sakt. Është sakt dhe ideja ashtu që kur ka nisur koncesione për të rikthyer dhe herë situatës, kanë qenë 3 aksionerët. Magbo, kompania e zotit Pacolli, YDA Group, kompania turke, dhe 2A Group, kompania e zotit Valon Ademi. Më pas, për shkak të shitjes së kuotave dhe pretendimit të blerjes nga të dyja palët. Regjia, në nizi që kondicionerin, please. Është bërë kjo ndarje me 2 kontrata notariale. Fillimisht YDA Group ja ka shitur aksionet Magpos për 4.200 euro, pra aksioni për të fjalë, pra njësia e një aksioni. Formalisht dhe po një ditë Magbo me 2A Group kanë lidhur një kontratë të re për ndarje aksiones mes tyre në raportin 53% për Magbo dhe 47% për 2A Group. Mirë, po këto kontrata nuk kanë regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, sepse detyrimi ligjor që kontratat midis 2 ortakëve regjistrohen në QKB dhe më pas po ashtu regjistrohet dhe pagesa e kuotave. Patjetër. Që janë si kontribute për shoqërinë tregtare në mënyrë që të njeh, sepse ti realisht mund të bësh një kontratë në të cilin i ble kotat, por në momentin që ti nuk e emeton këtë kapital, mbas të shkrimit të aksioneve, kjo nuk merr vlerë, pra quhet absolutisht pa vlerë. Pretendonin. Aksionet nuk janë bërë funksionale në QKB. Për të shmangur debatet publike dhe për shkak të nevojës se për çdo ndrim aksioneri duhet dhe leja e qeverisë shqiptare për shkak të interesit që ka kjo vepër. Pra nuk mjaftojnë vetëm kontratat, nevojitet dhe miratimi i qeverisë shqiptare në moment që bëhet ndarja e kapitaleve dhe në shkrimi i aksionit, më fal. Pra në shkrimi i këtij kapitalit. Ky koncesion ka marrë thuhet një kredi 60 milion euro nga BKT dhe ka përdorur dhe burimet e veta. Nga kredia e marrë nga BKT, kompania 2A Group ka tërhequr vetëm 25 milion euro, ndërsa Magbo rreth 13 milion. Ndërkohë që 2A Group ka investuar dhe shuma të veta më tepër se Magbo. Tani që aeroporti po shkon drejt përfundimit, debati është përqendruar midis 2 aksionerëve, pra 2A Grupit dhe Magbos, pra midis zotit Pacolli dhe zotit Ademi. 2A Grupi kërkon të njëjtë si 47% aksioner, duke pasur në dorë kontratën, por dhe gjithë dokumentet e investimit gjatë tyre 2 viteve.